pra jemi dëshmitar që edhe sot u mbajt pa suksesshëm një vazhdim i seancës konstituive të nisur me datën 15 prill. Ne tashmë e disa herë, pra mbi 30 herë, e gati 2 muaj kemi pa partitë opozitare teksa refuzojnë të marrin pjesë në votim, pra refuzojnë të kryejnë detyrimin e tyre kushtetues nën pretekstin që gjaja votimi i fshehtë për kryetaren e kuvendit na qenë ka antikushtetues. Me këtë pretekst edhe kanë dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese dhe deri më tani mund të kenë pasur arsye kur kanë thënë që po e presim, prandaj s'mund të votojmë sepse nuk janë të sigurt se është antikushtetues apo jo votimi i fshehtë. Ne tashmë të gjithë e kemi lexuar, s'pako se kemi pasur mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili në asnjë pikë të vetme, madje në asnjë pikë të vetme, asnjë paragraf, se lere më në konstatim, nuk e thot një gjë të tillë. Pra votimi i fshehtë përkundrazi në paragrafin 141 dhe në paragrafin 180 të aktgjykimit të ri të publikuar gjykatës kushtetuese e thekson që deputetët pra mund të votojnë në mënyrë të hapur apo të fshehtë për kryetarin e kuvendit, mund votojnë për, kundër ose abstenim, mirë po gjithashtu thot që është detyrimi secili deputet të jetë prezent dhe të marrë pjesë në votim. Pra, nëse mund të përmblidhet seanca e sot me ajo çfarë ndodhi, është që kryesuesi i seancës, zotëri Dehari, e vazhdoi aty ku kishte mbetur, pra procesin e votimit të komisionit për votim të fshehtë. Pra edhe njëherë po e theksoj diçka që nga gjykata kushtetuese u vlerësua që është në përputhje të plotë me kushtetutën në paragrafin 141 dhe paragrafin 180, ndërkaq ata që shkelën kushtetutën realisht ishin vetë deputetët e opozitës duke mos marrë fare pjesë në votim. Pra shkelësit e vetëm të kushtetutës edhe në këtë seancë dhe tani më të konfirmuar, sepse le të themi që pas kanë pasur më dyshjet e tyre dhe arsyet e tyre që të mos marrin pjesë në seancat e kaluara, për kësaj radhe e kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që thotë që votimi i fshehtë është i lejuar, është në përputhje me kushtetutën dhe deputetët janë të obliguar të jenë prezent dhe të marrin pjesë në votim. Ne tashmë kemi dëgjuar që ata prezantojnë apo pretendojnë që përmes juristëve, të cilët i konsiderojnë si më të mirët e grupeve të tyre, qoftë PDK, qoftë LDK, të japin interpretime mbi interpretimin e gjykatës kushtetuese. Që gjaja votimi i fshehtë na qenë ka ndaluar, por nuk e kemi pas një prej tyre pra që të ofroj qoftë edhe një paragraf të vetëm në tërë aktgjykimin ku thuhet një gjë e tillë. Pra është e pavërtetë, është e pasaktë. Ndoshta në jetën private mund të jenë jurist të mirë. Mirë po e kemi pa që në praktikën dhe rregullat parlamentare nuk kanë edhe shumë njohuri. Kjo e ka dëshmuar edhe me rastin e votimit për verifikimin e mandateve. Domethënë, të njëjtit jurist pa të dhënë interpretim i cili për një 2-3 ditë na futi në ngërç. Pra e futi kuvendin në ngërç, ku rezultoi ose rrezikohej që të gjithë deputetët humnin mandatet për shkak të interpretimeve të këtyre juristëve, që prapë po e them, mund edhe ndoshta të jenë jurist të mirë në jetën private, por rregullat e kuvendit dhe praktikat parlamentare nuk i njohin. Kjo ka dëshmuar tashmë nga ta. E njëjta gjë vlen edhe sa i përket komisionit për votimin e fshehtë. Domethënë, këtu prapë ritheksohet mosnjohuria e këtyre juristëve sa i përket praktikave parlamentare dhe rregullave të parlamentit. Sepse fillimisht tentuan të thonë që votimi i fshehtë në vetvete është antikushtetues, gjykata e tha të kundërtën, tha votimi i fshehtë në paragrafin 141 dhe paragrafin 180 lejohet, madje deputetët obligohen të votojnë, ndërkaq tash kur e panë që aktgjykimi tha që votimi i fshehtë lejohet dhe është në përputhje me kushtetutën, tash kanë kaluar në këtë interpretimin që gjaja komisioni i cili po tentohet të formohet për votim të fshehtë na qenë ka antikushtetues sepse përbën ndryshim të rendit të ditës. Po besoj e keni dëgjuar këtë. Domethënë pretendimi i tyre i radhës tash kur u kalu edhe çështja e votimit të fshehtë është që komisioni është pikë e re në rendin e ditës, prandaj është shkelje kushtetutës sepse po ndryshohet rendi i ditës. Tash kjo vetëm sa e dëshmon edhe një herë që si deputet të ri nuk kanë njohuri bazike sa i përket rregullave dhe praktikave parlamentare.
Unë këtu kam një rend të ditës nga e kaluara, ku kemi pas disa votime të fshehta, radhazi. Pra është propozimi për përzgjedhjen e një kandidati për gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Republikës Kosovës, është zgjedhja e komisionerit parlamentar për forcën e sigurisë Kosovës dhe zgjedhja e një antari të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Tash, përgjigjem edhe aty. Domethënë, ky është një rend i ditës ku pikat kanë synim për zgjedhjen e antarëve të caktuar për institucione të caktuara kushtetuese. Mirë, po në asnjë prej pikave nuk shohim që ka pikë të rendi ditës komision për votim të fshehtë. Sepse vetë pika në vetvete dhe vetë votimi i fshehtë në vetvete e ngërthen si procedurë të integruar edhe komisionin për votim të fshehtë. Pra ajo çfarë po thot opozita është për të pasur votim të fshehtë duhet të ketë edhe një pikë ku votohet komisioni për votim të fshehtë. Kjo e dëshmon që pra këta juristë të cilët nuk kanë përvojë parlamentare, nuk i njohin rregullat e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe nuk e dinë se çfarë përmban rendi i ditës. Pra e njëjta praktikë dhe i njëjti parim vlen edhe për seancën konstituive. Pika 3 është votimi për kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Pra kjo është rendi i ditës. Kjo është pika të cilën kryesuesi i seancës fillimisht ka tentuar me votim të hapur dhe kur e ka pa që nuk ka zgjidhje, ka ofruar mundësinë tjetër me votim të fshehtë. Votimi i fshehtë në vetvete përmban votimin e komisionit. Pra nuk është shtim i pikës së re në rendin e ditës votimi i komisionit, siç edhe shihet nga cili do rendi i ditës i mëhershëm. Pra ku po dëni dëshmi më të mirë, më të saktë për të treguar që këta nuk janë të interesuar për ta konstituuar kuvendin, pavarësisht se çfarë thuhet. Fjalët mund të merrera, fjalët mund të jenë edhe mendime personale. Këto janë dëshmit. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese është e zeza në të bardhë. Postimet, deklarimet e mëhershme, me të cilat vinë në kontradikta, vetë ata që i kanë bërë ato deklarime, janë dëshmia më e mirë që këta nuk janë të interesuar për të konstituuar kuvendit, por vetëm për blokadë. Ku thuhet? Se nuk thuhet ashtu. Jo, nuk thuhet. Lexoj. Jo, nuk thuhet të votohet bazuar në praktikat e mëparshme. Nuk thuhet. Është e pasaktë. Pra, edhe një herë, çështja e rendit të ditës. Po, veprohet dhe votohet janë dy terme të ndryshme. Substancialisht të ndryshme. Prandaj edhe një herë. Zotri Dehari mund të bindet momentin që kuvendi, pra deputetët e kuvendit japin përgjigjen e tyre. Ne kemi rastin kur deputetët po refuzojnë të kryejnë obligimin kushtetues, pra nuk po votojnë, nuk po marrin pjesë në votim. Nëse ata marrin pjesë në votim, qoftë duke rrëzu komisionin, pra duke votu kundër, atëherë zotri Dehari do ta kishte një përgjigje dhe do të mund të vazhdonte të zgjatë rrugën se siç shkohet tutje. Por aktualisht jemi të bllokuar në procesin të cilin opozita po e mban të tillë, duke mos marrë pjesë në votim, pra duke kundërshtuar fare votimin, duke e shkel kushtetutën me fjalë tjera. Sa i përket rendit të ditës, rendi i ditës është rendi i ditës. Kjo ke vetëm për të dëshmuar që kur votohet në mënyrë të fshehtë, nuk ka nevojë të ketë pikë shtesë në rendite, apo të shtohet pikë shtesë që thekson se me këtë pikë po votohet komisioni për votim të fshehtë. Pra, momentin që ka votim të fshehtë për një pikë të rendit të ditës, është e vetë kuptueshme që procesi i votimit të komisionit është i ngërthyer në atë pikë të rendit të ditës. Pra nuk ka nevojë asnjëherë, nuk paraqitet si pikë shtesë. Kjo ke për ta dëshmuar dhe për ta çmontuar propagandën që tash e sa ditë pra po mundohet ta shtyj përpara opozita, që nga dita kur gjykata kushtetuese u çmontoi propagandën e mëparshme që votimi i fshehtë na qenë ka antikushtetues. Sepse gjykata kushtetuese e rikonfirmoi që votimi i fshehtë është pjesë përbërëse dhe është mundësi e lejuar për të votuar për kryesinë e kuvendit. Praktika e mëparshme nënkupton që partia fituese e propozon dhe zgjedhet kandidati tyre. Kjo është praktika e mëparshme. Po kjo është praktika e mëparshme. Faleminderit. Ose duhet të shkojmë tutje me parimin dhe praktikën e deri tanishme ku kandidati, propozimi i partive që kanë antar në kryesi nuk duhet të kontestohet, ose nëse shkilet ky parim, atëherë kalojmë në një spirale tjetër negative ku secila parti pastaj ja kontestojnë njëri tjetrit dhe bëhet bllokade pafundme. Nëse partit tjera opozitare e kontestojnë propozimin tonë,
për kryetar të kuvendit, ngjashëm mund të bëjmë ne, duke i kontestuar antarët që ata propozojnë për nën kryetar. Dhe pastaj kalojmë në blokadë të pafundme. Këtë kemi thënë duhet ta evitojmë dhe duhet të kthehemi në praktikën e mëparshme ku propozimi nuk i kontestohet askujt që është drejt kushtetuese. Për ta dhënë këtë propozim. Tani, se a duhet sigurohen votat, deri më sot si ka pas askush votat i vetëm ta bëj pra propozimin dhe votimin për kryetar të kuvendit. Por u takon partive të tjera parlamentare, të cilët kanë antar në kryesi, që të votojnë. Për ndryshe përfundojmë në blokada të njanshme. As partia e dytë në kuvend nuk i ka votat. Nuk i ka, apo i ka? A i ka partia e dytë votat për nën kryetar? A i ka? Nuk i kanë. I kanë 24 deputet. I kanë 24 deputet. Partia e tretë i ka 20 deputet. Do thonë janë larg numri 61. Mirë po ata po thonë që propozimet e tyre nuk duhet të kontestohen fare, pra këtë që ata e propozojnë duhet me automatizëm të miratohet, ndërka që propozimin tonë që është drejt kushtetuese ekskluzive, ata kërkojnë që të negociohet. Ne edhe kemi ofruar, kemi thënë, le të diskutojmë dhe le të kemi dakordim të gjithanshëm. Pra në pakët të pajtohemi për gjithë antarët e kryesisë dhe mund të i vendosim në votim pastaj me radhë. Ne kemi ofruar kompromisin që zonja Haxhiu e ka bërë, pra e ka bërë publik tashmë javën e kaluar, ku thotë se është e gatshme, pra është e gatshme që të tërhiqet nëse në tentativën e parë ku votojnë deputetët nuk i bën 61 vota. Pra, ky është kompromisi. Ky është kompromis. Cila është frika e partive të opozitës, pra që nuk guxojnë as me provu votimin e fsheht. Pra këtë pyetje besoj do duaj t'ua bëni atyre. Prej nga frigohen, pra prej çka frigohen, që nuk dëshirojnë as ta provojnë votimin e fsheht. Kjo do të gjithë të ngërqi. Le ta provojnë. Nëse votohet, kemi kryetarëve të kuvendit. Nëse nuk votohet, sepse është e drejtë jona kushtetuese. Prandaj insistojmë. Cili është shpjegimi pse kryetarët e partive të opozitës e kanë frikë votimin e fsheht? A kaq pak ju besojnë deputetëve tyre? Atëherë falimderit shumë për kohën e juj, po ju marrë vetëm edhe pak kohë për t'ju tregu atë çfarë përmbanin 141 i aktvendimit të gjykatës i nxjerrë më datën 25 qershor, për cilin po besoj që ju si media e dini, e keni lexuar dhe e dini çfarë shkruhet në të, por po e shohim që këta interpretuesit e këtij aktvendimi, sidomos të subjekteve politike opozit në kuvend që po japin kaje kritikisht ndryshe asaj çfarë realisht në aktvendim thuhet, nuk e përmendin atë çfarë përmendet në këtë nene që mendoj që është shumë e rëndësishme që t'jepet hapësira e duhur në mënyrë që edhe qytetarët e opinioni publik ta kuptoj. Pra, në aktvendim thuhet që në konstituimin e kuvendit të gjithë deputetët duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë si të dëshirojnë në mënyrë të hapur ose të fshet, të votojnë për, kundër ose të abstenojnë dhe nuk mund të lirohen nga të vepruarit kështu. Pra, kjo i referohet edhe aktvendimit gjykatës vitit 2014, për cilin nuk dëgjojmë që këto partit politike cilat sot për 31 herë nuk morën pjesë në votim, ta përmendin që janë duke bërë shkelje të kushtetutës. Pra nëse po flasim për shkelje të kushtetutës, janë pikrisht deputetët e këtyre partive politike cilë për 31 herë radhazi nuk marrin pjesë fare në votim, ndërkohë që janë të obliguar në bazë të asaj çfarë thuhet në këto dy aktvendime, atë të 25 qershorit dhe atë të gushtit vitit 2014, pra që nuk mund të lirohen nga të vepruari ndryshe, pra që duhet të veprojnë duke votuar për, kundër apo abstenim. Mendoj që shumë e rëndësishme që kjo të marrë hapësirën e nevojshme në media dhe të lëtë të nënkuptohet që interpretimet të pasakta kemi vazhdueshëm përgjatë këtyre 2 ditëve prej kure kemi aktvendimin e gjykatës kushtetuese, ndërkohë që pikrisht ta që po e shkelin kustetutën dhe që po vazhdojnë ta shkelin edhe më tej kustetutën, nuk po e interpretojnë atë sakt dhe drejt, por po mundohen të fshihen prapa këtyre veprimeve të tyre antikushtetuese, duke e akuzuar lëvizjen vetëvendosje kinse po bëjmë shkelje të kushtetutës. Pra ne vazhdojmë të jemi në të drejtën tonë, duke respektuar atë çfarë aktvendimi 2014 ka thënë dhe atë çfarë po e thot aktvendimi 25 qershorit dhe shpresojmë realisht që
ata që reflektojnë të jenë pikrisht të partitë politike cilat po vazhdojnë të mbajnë edhe më tej të bllokuar kuvendin. Faleminderit.